Tashmë jemi në intervistën e ditës në Apollon Meçimi, i ftuari i kësaj dite për ta dhënë historikun e stradës profesioniste të qytetit të Lushnjës është aktori në pension Petraq Dimitri. Petraq, urdhoni zini vend për të qenë pjesë sot në Apollon Meçimin për të na treguar, të lutem uleni, se jeni në moshë pensioni dhe keni atë pjesën tuaj të si kalon? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si të duket studio, si të duket këto gjërat e reja? Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi ndodhe në këtë studio të vogël por shumë të bukur. Dhe urime ty, suksese, urime televizionit Apollon, që tregohet i gatshëm të kapi dhe Lushnjën, tifosin një televizion tonë. Dhe urime. Petraq, faleminderit që sot do jeni gjithçka për shikuesin e emisionin në Apollon Meçimin, pasi ne para se të nisim emisionin folëm shpesh për datën 15 prill, po 15 prilli ka dhe një datë shumë si them artistike për qytetarët e Lushnjës dhe pak historike, pavarësisht se sot gjërat janë zhvilluar, ka marrë një rrjedh tjetër, por ju fatmirësisht jeni gjallë dhe keni kujtesa të mëdha për të thuvolur për 64 vjetorin e stradës profesioniste të qytetit të Lushnjës. Sot në 15 prill të 2026 shënon një datë të veçantë për artin dhe kulturën lushnjare. 64 vjetori i krijimit të stradës Varietet të Lushnjës. Një skenë që për dekada ka sjellur humor, emocione dhe mesazhe për publikun, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në jetën artistike të qytetit. Dhe më gjërë, në Apollon Meçimin, i ftuari special jeni ju, aktori profesionist sot në pension Petraq Dimitri. Petraq, shpesh e kujtojmë humorin lushnjar në ato vite. Shpesh flasim për estradën profesioniste të qytetit. Sot kjo estradë nuk funksionon më. Duke qenë se jemi në 15 prill, shënon 64 vite nga krijimi i estradës profesioniste të Lushnjës. Shihni fatin sot të trupës dhe ku mendoni se ndodh ajo në raport me vlerat që përfaqësonte dikur. Data 15 prill për ne artistët është një ngjarje, është një ditë historike. Dhe të flasësh për estradën është një histori e gjatë, dhe me plot të mira dhe të liga. Kështu që 15 prill të 62-shit, si rezultat i lëvizjes artistike në qytetin e Lushnjës, që ka pasur një lëvizje shumë të... Mund ta kthesh drejtën e kamera sepse do dhe shikuesit të shikoj, sepse ka pasur shumë njerëz që aktivizoheshin amator, duke dhënë në skenë drama, komedi, dhe ka pasur dhe aktorë të shkëlqyer dhe njerëz që punonin me to. Aktivizoheshin nga këta Gzim Libohova, Leka Bello, pastaj Ilia Shyti ka qenë këtu, edhe aktivizohesh dhe Ilia, Vangjel Myzeqari, Ramiz Haznedari, muzikant, me që ne ishim në qarkun e Beratit, edhe Berati ndihmonte me njerëz të sjellë për të punuar këtu. Dhe kam bërë punë shkëlqyer aty. Niko Djeda ishte profesor në gjimnas, bashkë me gjithë të shoqen Beatrice, të dy luanin në skenë. Niko ishte artist, futbollist, të gjithësi, kishte një gjithësi. Po kështu kishin dhe gjithë atëre gjithësi, sepse ishte koha që ishin sa më pak njerëz dhe të zhvilleshin gjitha gjinit e artit të ta. Kush ishte konferencierja parë në atë kohë? Bërthama, pastaj Ministria e Arsimit Kulturës aty caktoi një juri bashkë me këta aty, Qandejë nga Tirana erdhi Lia Shyti, edhe këta të vendit, drejtori, regjizori, inspektori, gjithë aty dhe
u paraqitën në konkurs disa dhe fituan 10 veta. Nga këta ishin 5 aktorë, men krye Heku Ranxhiti, Dimitra Knushin, Jovan Bizhiti, Suzana Aliçka dhe Aneta Gjermeni. Në muzikë, 3 këngëtarë, Liri Llazo, Vide Gjermeni dhe Milika Prifti, dhe 2 instrumentistë, Thanas Gramatiku dhe Tahir Beqiri. Këta që janë parat që filluan. Pastaj më vonë, në nëndorë të 63-shit, u afrova unë dhe Barian Çakalli. Më vonë pastaj u plotësua dhe me një instrumentist tjetër, Dajlan Begolli, kështu që u krijuar një bërtham artistike, domethënë profesioniste. Ktu ishte gjithë ajo aty, sepse ishte profesioniste dhe aktivizonte dhe amatorët me qyteti që tek neve në Lushnjë nuk kanë qenë pak, por kanë qenë të shumtë. Dhe premiera e parë atyre ka qenë autobiografia e vënë nga Tasim Demiri si regjisor dhe kanë dhënë në nëntor të vitit 62. Ajo pati një honë të gjerë, sepse njerëzit u quan për ta parë që u krijua një trup e re dhe çfarë do na sjellin këta, humorin, gjitha këngët. Po ka pasur dhe më përpara. Lushnja ka qenë burim fakti këngëtarëve, i aktorëve, i artistëve, ka qenë burim artistëve. Një qyteti vogël që i thonë po me vlerat mëdha. Po me vlerat mëdha, ashtu është, bravo. Edhe këngëtarët e parë pastaj duke filluar që nga madhe Vaçezela. Vaçezela jetë në Pravishta, Brahimi, Liliana Pazari, Flora Mebelli. Të gjitha këto këndonin amatore, në lëvizjen amatore. Pastaj Ajeti ja shkoi në Tiranë me ansamblin e këngëve dhe vallëve. Vaçja i po në Tiranë dhe andej, kështu që ngelen këto. Flora pa kënduar me stabën e qerë, si eftuar dhe kështu. Për kaluar te pjesa tjetër, cili ka qenë momentet të paharrueshme në skenat gjatë karrierës suaj dhe gjithë trupit stradës Lushnjës? Ato pjesë karakteristike, placmuese, brenda vetës, jashtë vetës, ku humori zgjedhën brenda jush? Shiko, pjesë ka shumë që ishin, që lanë emocione për neve në për gjitha rolet të gjitha ato që lueshin. Për shembull, unë për vete kisha Myzeqarin, një babaxhan, njeri i zgjuar. A e bëdhe tot Petraqi të lloj roli në një moshë kaq të re? Po, mbërshtatësh. Me përshtatësh, shkonte përshtat me figurën, me gjitha ato. Edhe, po, historiku i estradës, gjithë kjo punë 45 vjeçare, u arrit në vitin 90. Ajo ka qenë shfaqja me bukura, me kompletura, me gjithë kompletuar dhe me ndjekura nga spektatorët. Domethënë me atë shfaqja që titullohesh Të dua. Regjisor ka qenë Kristaj Papa, udhëheqës muzike ishte Llazi Borova. Ajo skenografia nga Armand Çomo, djali i ri, dhe drejtues muzike Llazi Borova, sigurisht thash më vetë. Ne këto. Kjo shfaqje u prit shumë mirë. Dhe në Lushnjë me atë premierë janë dhënë 32 shfaqje. Me një spektator që e mbushte sallën plot e për plot. Dhe i thonë 30 po marrim, për nga 500 veta që ishin brenda, bëjnë 15.000 spektatorë. Lushnjarë që e ndoqën atë shfaqje. Me atë ne u paraqitëm dhe në konkurs. Ishte një konkurim atë vit, takime stradash, po dhe konkurim. Dhe si përfundim këtu në takimin zonal që u bën Lushnjë, ne u caktuam, ne morëm vendin e parë. Ku bënë pjesë e vjetë. Mos gaboju ju, keni pas dhe bashkëshortën, aktore, profesioniste përsëri të stradës varietet Lushnjës. Kjo erdhi ajo pasaj, u krijua për thama e parë, po pasaj njerëzit e do lëvizin. Vide Gjermeni u martua, atëre ngeli vendi poshtë, kështu që erdhi Athinaja, aty si këngëtare popullore si që ishte Vidja, po këndonte edhe këngë të muzikës lehtë. Dhe
aktivizohesh dhe në role episodike në skeqe me teatrin. Por pastaj në vitin 1972 ajo u vendos aktore profesioniste komplet dhe derisa doli në pension. Përveç kësaj, këta aktorët e mëdhenj që janë sot, a ishin pjesë e dikushme të humorit? Po kanë qenë, se shiko, atëherë në fakt kishte një lëvizje shumë amatoreske, sidomos të ndërmarrjeve të kooperativave. Unë kam luajtur kur vijën pushimet verore të shkollës, aty bënim gjithmonë grupe në fshat atje dhe bënim gjithë fshatrat e kooperativës tonë, po edhe duke shkuar në kooperativat të tjera. Po kështu pastaj lëvizje nga qendrat e punës, vinin dhe komedi, vinin dhe drama, vinin dhe ashtu aty. Unë kam punuar me naftën, me drejtorinë e naftës, atje me ata, kam bërë në shfaqjet e stradës, i kam fituar çmim të parë. Kam bërë komedi, drama, me ata aty. 12 vjet me ata që i kishen patronazh. A ishte vështirë në ato kohë pasi Shqipëria vinte pas pushtimit luftës, ato vendet ishte pak komprimimi, se në 67 në prishën xhamit, kishat, dhe vini nga një botë tjetër ndryshe për të qenë të pjesë e artit, sepse njerëzit që merreshin me art atëherë quheshin pak njerëz të lëvizjes apo të mos i themi ato shprehje të tjera, sepse kishte shumë lëvizje, kishte shumë kështu aty që ne ndalonin aty me femra, për shembull ishte shumë ashtu që kishte fanatizëm. Po këtu pra ishte gjithë sena. Fanatizmi i gjithë dhe këto që erdhën me neve dhe dolën në skenë, shikonin me sy të habitur, si dalin, si vinë, si ashtu. Prandaj ato kanë pasur luftë edhe me prindrit, edhe me të tjerët që i shikonin për shembull se si vinë, si aktivizohen apo dyne, dhe luftë pastaj edhe me punën për të dalë sa më mirë, sa më bukur. E megjithatë, a është bukuri sot të kujtosh 64 vite karrierë të estradës varieté dhe sot kjo estradë nuk funksionon më, nuk jeton më kjo si estradë? Është bukuri sepse i thonë një jetë prej 45 vjetësh. A të vjen keq që nuk funksionon? Shumë, edhe lushnja ka njerëz, ka këngëtar, ka artist, ka plot të rinj tash që mund të luajnë, mund të aktivizohen, mund të krijojnë, edhe komedira mund të bëjnë, edhe estradën mund të krijojnë humor. Sot për shembull po ndiqet më shumë humori i videove të shkurtra, humori i shkurtër me si tip barcoletash, ose me veprime, jo me fjalë. Po me veprime, për shembull, bëjnë diçka atje, vjen njeri jam verë, rrëzon, kujtjon, krijohet një zallomahi, gjithë sillin humor. Atëherë si bësh humor? Atëherë shiko, ishin të gjitha rrjetet e humorit. Duke filluar që nga skeçi, pjesët të komedive me një akt, pantomima, parodia, të gjitha, futesh dhe vallja, prandaj thoshin dhe varieté. Sepse futesh vallja, futesh kënga muzikës popullore, muzikës lehtë, e të gjitha këto zhanret. Edhe teatri kishte zhanret e tij, kishte parodin, kishte pantomimat, të gjitha. A kishte censur estradat në atë kohë humoret? Shiko, kishte, nuk të linde njeri atëherë që të dilje nga rreshti. Do të ishte në rresht. Po megjithatë, dëshira më e madhe nga neve ishte kur kishim zgjedhje, dhe vijeshin skeqe zgjedhjet dikur dhe zgjedhjet sot. Dhe zgjedhjet dikur ne aktorët kishim liri që ta mbushim sa më shumë me gjëra të ashtu, se dhe ne donim të lëvizim, të bëshim. Sa më shumë e hapësura e humorit. Humorin ta mbushim me gjëra të ashtu të bukura. Po këto s'na i linin të tjerë në atë pasaj. Vinë kontrollohesh nga këshilli artistik, nga njerëz nga komiteti i partisë, komiteti ekzekutiv, nga gjithë seksioni i arsimit, vinin aty, do ta shikonin dhe jepnin atë shfaqje. S'ka probleme. Nostalgjia mbetet. Mbetet sepse ishte një punë. Një jetë të tërë në skenë, ishte një punë që ne nuk e bënim për lek, po e bënim për pasion, me dëshirë. Dhe ajo ishte ngrinte
vlerën e asaj Artit. artit. Ne kur luanim për shembull, kur shkonim në fshat, atje kishim një çik lirise, ishin dhe vendet i ngushtë, i sken s'kishte, dhe do Gjërat hyjnë improvizuara, gjërat improvisuara, bravo. Gjërat improvisuara dhe hynje këtej përplasesh me një fëmijë apo me një të madh andej dhe krijoshin gjëra të papritura. Kishte vështirësi kur shkonja në fshat, po megjithatë ne luanim me pasion si për vete. Ti do të ishte për ju humori më i bukur i atyre viteve? Humori më i bukur i atyre viteve që ju keni qenë, jo vetëm ju personal, po i gjithë grupit të varietes estradë që kishin një humor brillant, edhe kjo ishte humori më i bukur që ju e perceptonit vetë ju. Plus që ngelet në memorin e qytetarëve. Që shikoni varietet. Ishte më tepër humori, ne do donim që kur të shkonim në qytet tjetër, të thoshin je pa Myzeqen. Dhe kjo ishte ajo për të paraqitur për shembull. Dhe gjendeshin materialet që shkruheshin me ngjarje, me zhvillime nga Myzeqeja, nga këto. Edhe aty pastaj ai ishte gjë me ashtu që ne sillim aty. Petraq, unë do doja shumë të kisha në lidhje me pjesën të flisje për estradën që është një jetë të tërë, në skenë, jo vetëm e jote për të gjithë pleadës dhe sot bëjmë një omazh për ata që nuk jetojnë më, që ka qenë pjesë e estradës profesioniste të qytetit të Lushnjës, por dhe duke falendëruar dhe ata që jetojnë sot, që i dhanë këtij qyteti një humor prej vitesh në skenën e teatrit. Sot ky teatr do ta thoshë në thonjza vajton për humorin e profesionistëve të qytetit, apo humorin e ri, do të thosha. I bën një rikonstruksion të ri aty teatrit aty komplet aty, po nuk e di ai ngeli mbyllur tash s'po e hapi. Mbaroi ajo aty edhe nuk. Arsyet janë institucioneve në këtë pjesë, por do të bëj edhe aty pyetje të tjera. Të jetë keq kur pas viteve 90 varieteja u shkëput totalisht nga ajo skenë që deri dje ka marrë duar trokitjet e qytetarëve lushnjarë. Me erdhi keq atëherë kur me vendim të Këshillit Bashkiak estrada u mbyll. Dhe ne jemi pushuar nga puna. Unë kam marrë fletën. Po cili ishte arsye që mbylli gjithë kjo estradë? Arsyeja ishte shkruar atje për efekte rikonstrukturimi, vendi juaj suprimohet, që nuk ishte të drejta ankoheshe as në gjykatën më të lartë. Njerëzit që drejtojnë ato kohë nuk u erdhi keq që zhdukën një humor prej vitesh. Nuk e di, po vendimi Cili vit ka qenë? Viti 2003, në zgjedhjet e pushtetit popullor në tetora në Ndorë që u bën atëherë, kur u mblodh bashkit, kur u mblodh Këshilli Bashkiak, vendimi i parë që ka marrë ka qenë vendimi për të pushuar estradën, për mbyllur estradën. Sepse estrada me sa di unë kishte grupe muzikore, artistët, dirigentët, muzikantët, birës ka pas dhe bandën frymore qyteti. Që sot se ekziston fare. Ishte shtëpia e kulturës, kishte një rreth më të gjerë, ajo merresh me aktivitetin artistik. Amator, në ishin të gjithë, jo të punësuar aty. Vetëm estrada. Ftoheshin vetëm ku ishin aktivitete. Kur kishte ftoheshin për të bërë një aktivitet, për shembull, kur kishte në ngjarje, në festë, në gjë, ftoheshin. Po ftoheshin edhe të radhës për të bërë. Pas pushimit nga puna apo se largimit e estradës, a ka bërë jo vetëm Petraqi, por vetë pjesa e grupit të artistëve të asaj kohe, a patën ndonjë takim me drejtuesit së kohe për të rikthyer në estradë? Asnjë, absolut. Në mënyrë absolute, as të thirrur, as të takuar, as të kujtuar, nuk ka pasur asnjë gjë të tillë. A ke lidhje me aktorët të tjerë të estradës profesioniste të qytetit apo muzikantët, ata që janë jetojnë sot? Ata kanë ikur jashtë shtetit, pjesa e madhe është jashtë shtetit, tu s'ka ngelur një. Po me aktorët e estradës profesioniste të rrethave? Po komunikojmë në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale tash shqytyr që janë ato, unë për shembull me aktorët e Fierit kam lidhje me Arkide Lipen, me një dy të tjera atje që kanë kërkuar dhe ata shoqëri me mua, sepse neve vëmëllojnë shfaqjet përbashkët atëherë me Fierin, një komedi të shkruar nga Plumkulla, edhe vuri regjisor Leka Bungu. Luanim të përzierë, domethënë 5-6 në ata, 5-6 në neve. Edhe ajo vali goqa, vali një shfaqje
rreth 32 shfaqje u bën me të 12 në Fier, 8 në Lushnjë, 5 në 7 në Tiranë, 5 në Durrës, u prit ishte shfaqje bukur. Ku që ka ngel në memorje humori yt i atyre vite me batutat që ti sillen në skenë apo dhe në humorin në televizion shqiptar, sepse atëherë një televizion ishte dhe Ka ngellur kishte ca atje, po ajo që ngelim shumë që kujtohet edhe sot. Ka edhe të tjera që kujtoheshin, ishin një filmim, një game të shkurtër që njeri punonte në xhade. po Në thjesht xhade, po në rrugët e punonte ta punojse të marrës në rrugore. Rrugore, mirëmbajtësi. si mbajtësi. Edhe punonte atje ai dhe i binte një buri, po nuk e thënte dot. Edhe unë isha ai udhëtari me një valizhe në dorë atje dhe shikoj atë beja se i kur i binte. Ai e latë edhe ul po hante bukur. Një të vajtur një marrë ço buri. Po. Qa bën, tha herë, qa bën, tha. Po unë tha, Do kalohet e të orashi për këtë. nesër qa të punon. Qa të punë? Shumë e bukur si thënie. Para se të shiko kohën e kemi të shku në po vem drejt fundit të emisionit për sot. Të falenderoj që ishe pjesë dhe unë do të kërkoj një mesazh sot për këtë humor të sotshëm, për këta të rinj që kërkojnë të bëjnë humor, për institucionet e shtetit, për të rikthyer asaj stradës profesioniste të kohës. A ka sot pjesë të rinisë që janë pjesë humorit të vërtet shqiptar? Kanë dëshira njerëzit, kanë dëshira, shikojnë për shembull në televizionet gjitha shikojnë kështu atje dhe ju pëlqen. Dhe mundet ashtu atje. Po kush i fton, kush i merr, kush i gjen, duhet punë që ti qesh, ti marrësh, ti punosh me ta atje dhe të nxjerrësh diçka atje. Do t'i pëlqejë dhe atje, pastaj kur dali para spektatorit dhe që ta ndërtrokasin, atëherë do t'i pëlqejë, jo, bëra dhe unë diçka. Kështu që qenë nga e mirë dhe do afrohen dhe ashtu. Po, zakonisht sot nuk e di, janë lënë në qetësi, po lënë qetësi, asnjë hisë. Do kishe ndonjë thirrje për institucionet e shtetit apo për të rinjët për të pasur pjesë e humorit shqiptar sot, pak këtu në qytetin e Lushnjës që sot e strada profesioniste e qytetit mosh 64 vite. Dy janë gjërat e artit. Dhe e ndodhi sporti dhe arti janë ato që i bashkojnë njerëzit. Sepse te arti do vinë aty në sallë, do mbushet salla plot, do shikojnë një shfaqje, do dalin diskutojnë për atë çfarë pan, sa mirë luajti ky, sa mirë bëri ai. Sporti ka tjetër ka të tjerë. Tifozlikun e vet. Tifozlikun e vet, gjithë ato, po këta i bashkojnë. Kur vajti një herë, vajti nga Lushnja aty, kryetari i bashkisë bashkë me gjithë të ndjerin Bath Korreshin edhe këtu në këto afër. Institucioneve. Jo, në Itali. Shtetet fqinj. Në shtetet fqinj edhe erdhi puna për të nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Bashkëpunim bashkë aty. Edhe vajti tha ku e ke atë? Drejtorin e kulturës. Sa i tha do në shkruajnë atje tha. Edhe unë dhe ti jemi të zgjedhur, nuk në shkruajmë në atje tha. Ata do ta bëjmë punën atë. Sa kemi e parë, nuk diskut, nuk. Petraq, të flasësh me ty është kënaqësi, jo vetëm për mua që të kam ftuar shpeshherë në emisione të ndryshme të televizionit Apollon dhe sot ishe në Apollon me Çimin për të folur për këtë 64 vite të varjetesë të stradës profesioniste të qytetit, por do kemi kohë që ne do flasim, pasi mesazhet tua ishin të qarta, ato pak fjalë po ishin të qarta për t'i thënë publiku që shiko se ne jemi gjallë dhe jemi ne që kemi bërë historinë dhe pleadën e varjetesë së stradës profesioniste të qytetit Lushnjës. Pikërisht të falenderoj që ishe sot pjesë në këtë moshë pensionit, që të ngritëm dhe thamë hajde të flasësh për stradën, për punën tënde që ke qenë pjesë e humorit jo vetëm qytetit Lushnjës, po gjithë Shqipërisë. Teksa sot kujtojmë këtë 64 vjetor, nderojmë jo vetëm historinë e stradës, por edhe të gjithë artistët që dhanë jetën asaj për këtë skenë. Me shpresën që këto vlera të ruhen dhe të përcillen në brezat e rinj. Estrada e Lushnjës mbetet një pjesë e çmuar e identitetit dhe kulturës, duke mbetur dhe pjesë e historisë të qytetit ku sot nuk funksionon më.
Të falenderoj dhe një herë që ishe pjesë e sotshme në Apollon me Çimin. Faleminderit shumë që më ftove. Të dy do largohemi një lloj, por Po falin dhe shokët që si përmenda, sepse koha kaq ishte dhe koha është e limituar në emisionet e mëngjesit, kështu që normale. Unë para se ta mbyllë do të citoja disa vargje të madhit Ali Aslani, i cili shpreh: hani, pini dhe rëmbeni, mbushni xhepa, mbushni arka, të pabrek ju gjeti dreka, milioner ju gjeti darka. Hani, pini e rëmbeni, mbushni arka, mbushni xhepa. Hani, pini dhe rëmbeni, është koha e çakenjve. Hani, pini e rëmbeni, është bota thjesht e maskarenjve. i madhe.